Organizata e veteranëve të luftës OÇK-s po kërkon kompensim ndaj veteranëve të cilët nuk morën pensionin për disa vjet, pasi që Gjykata Supreme shfuqizoi nenin në udhëzimin administrativ, i cili u kërkonte veteranëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës të paraqesin dëshmi se nuk kishin në marrëdhënie pune për të përfituar nga pensioni. Nga Gjykata Supreme e Kosovës na është kthy një vendim që qeveria obligohet të kthejë gjitha mjetet për veteranët që kanë punuar deri më sot në sektorin privat. Tash veteranët im në pritje sipër, ankesën e tyre disa ta bojnë, më në 15 ditë besoj se do të çohet vendimi dhe do të ekzektojnë të drejtën e tyre paga. Kompensimi ju takon me ligj, mirë po sipas avokatit Hilmi Ashari, periudha do të llogaritet nga momenti kur është ushtruar padia. Ligji mbi marrëdhëniet detyrimore një të drejtën që në afatin 3 vjeçar për momentit kur është ushtruar padia, tu takon kompenzimi, do në mënyrë retroaktive për 3 vjet e fundit, nga momenti kur është ushtruar padia. Sipas tij, numri i ankesave nga veteranët nuk është i vogël. Po, kemi iniciuar një numër të madh këtyre rasteve, diku janë përmi 100 raste nga zyra jonë që është po duke përfaqësuar në gjykata dhe për cilat pritet tash epilog përfundimtar. Në Kosovë janë mbi 38.000 veteranë të cilët marrin pension nga 204 euro në muaj. Gjykata Supreme me 28 tetor ka vendosur se kushti për paraqitje të dëshmisë për marrëdhënie pune është i paligjshëm, sepse ligji në fuqi neni 16A paragrafi 5 nuk u ndalon veteranëve që të jenë të punësuar në sektorin privat të përfitojnë nga pensioni. Sipas ligjit, vetëm ata që janë të punësuar në institucione publike ose ndërmarrje publike, pra që paguhen nga buxheti i shtetit, përjashtohen nga përfitimi.